Përshëndetje, sot do të përgatisim qofte me perime të cilat do t'i pjekim në furrë. Na duhen 2 kokra patate, 2 karrota dhe 2 kungulleshka të grirë në rende. Do të shtojmë një tas me kaçkavall të grirë dhe 2 kokra vezë, erëza sipas dëshirës, krip, piper i zi dhe kopër të thatë. Do të shtojmë tani dhe kosin tradita. Ne zgjedhim kosin në tryezën tonë. Do të hedhim rreth 5-6 lugë kos ose sipas dëshirës, nëse ju duhet edhe më i lëngshëm akoma më mirë. Do të shtojmë dhe miell, rreth 1 filxhan çaji miell dhe vaj në ullirit në fund. Na duhet rreth 1 filxhan kafeje vaj dhe do t'i përziejmë së bashku derisa të krijohet një masë homogjene, po jo shumë e thatë. Me ndihmën e lugës do t'i japim formë në letrën e furrës dhe sipër i lyejm me fara ose mund t'i keni veçan një të verdhë vezë për t'i dhënë akoma më shumë ngjyrë dhe i pjekim në furrë të parangrohur me 180 gradë. Qoftet tona me perime bëhen shpejt dhe janë shumë të shijshme, kanë një aromë fantastike. Si mendoni për këtë recetë? Lini komentin tuaj më poshtë. Faleminderit që na ndiqni.